Zyra e prokurorit publik në Milano ka hapur një hetim mbi pretendimet se shtetas italian udhëtuan në Bosnjë-Hercegovinë në atë që e quajtën një safari snajperësh gjatë luftës në fillim të viteve 1990. Italianët e shtetas të tjerë dyshojnë se kanë paguar shuma të mëdha parash për të qelluar civilët në qytetin e rrethuar të Sarajevës. Padia në Milano u paraqit nga gazetari dhe romancieri Ezio Gavazzeni, i cili përshkrua një gjuhë e tij njeriu nga njerëz shumë të pasur, me një pasion për armët që paguanin për të qenë në gjendje të vrisnin civil të pambrojtur nga pozicionet serbe në kodrat përreth Sarajevës. Sipas disa raporteve për vrasjen e burrave, grave ose fëmijëve, aplikoheshin tarifa të ndryshme. Më shumë se 11.000 njerëz vdiqën gjatë rrethimit brutal 4 vjeçar të Sarajevës që u shkatrua nga lufta dhe u rrethua nga forca serbe dhe ju nështrua granatimeve të vazhdueshme dhe zjarrit nga snajperët. Akuzat të ngjashme për gjuetar njerëzish nga jashtë janë bërë disa herë gjatë viteve, por provat e mbledhura nga Gavazzeni, të cilat përfshin dëshminë e një oficeri të inteligjencës ushtarake bosnjake, tani po shqyrtohen nga prokurori italian i antiterrorizmit, Alessandro Gobis. Akuza është vrasje.